Një burr nga Pisa, pra nga Italia, dëshmon se ai është i aftë që të gjej vitin e vdekjes së një njeriu, madje edhe datën eksakte të vdekjes së një njeriu. Dëgjojeni me vëmendje këtë material që do t'ju them sot, sepse ka disa gjëra që janë vërtet të çuditshme. Kush është rastësisht do t'i lutesha nëse nuk e ka bërë ende, t'i bëj like faqe si shihemi sërish. Një zotëri me emrin Luca Angioli e gjeni në rrjetet sociale. Luca Angioli mori lajmin që do vdes në qershor të vitit 2049. Dhe ai nuk e besonte, sepse e takoi krejt rastësisht këtë sensitivin, si mund të quhet, por ky nuk është një sensitiv, nuk është as magjistar, nuk ka asnjë kurfar le të themi ngjizje me botën e magjisë, me këta fallxorët, apo ndoshta edhe me artistët, s'ka lidhje fare. Ky zotëria që gjen datën dhe vitin e vdekjes së njeriu është një dhunti që e ka që kur është i vogël. Dhe dëgjojeni thash me vëmendje se çfarë ka ndodhur. Zotëria nuk është shumë i madh, por është gjysmë eta, kur i thon 40 e ca vjeç, 41, 42 vjeç. Dhe tregohet që ky zotëri që kur ishte i vogël dinte datën dhe vitin dhe datën e vdekjes së njerëzve. Dhe ç'ndodhi? Një ditë e ëma, që kur ishte i vogël, që kur ishte 6 vjeç, e ëma ishte kurioze, sepse ky i tha që, shiko, gjyshi tha do vdes, i tha një ditë dhe një vit të caktuar, sepse siç ka si gjithmonë disa paragjykime të ndonjëri që thot, shiko tani, do vdesi babai im, kush e di kujt do t'ja lë pasurinë e ku ta di unë. Dhe mos u bëj merak, mama, i tha ky të jemës, mos u bëj merak, sepse gjyshi tha, pra babai yt tha, do vdes në këtë datë, dhe i tha datën se kur do vdiste. Ishte rreth viteve 80 e ca. Ajo nuk e besoi, qeshi nuk e besoi. Por çuditërisht kur vdiq atë ditë, me fjalë atë ditë që ajo nuk e mendonte, sepse se kishte menduar. Por kur u kujtua që kishte folur me të birin, së bashku, se ishte bashkë me burrin e saj, pra me tatin e djalit, ajo mbeti pa fjalë. Dhe që nga ai moment u kuptua që ky djalë kishte diçka të veçantë, pra një dhunti. Me kalimin e viteve, shkonin njerëz dhe e pyesnin, edhe kur ishte i ri, bile, kur ishin student, kjo është akoma më fort, kur ishin student, një nga shokët, ai i prezantuan një shok të ri të klasës, sapo kishin ardhur këta me familje, dhe ja prezantuan, ai siç shkoi përballë me të, u shtang dhe e pa në sy, dhe po rrinte kështu. Të gjithë mbetën sepse po ky pse nuk i dha dorën. I dha dorën në një pak kështu, ishte i ri atëherë, ishte 15-16 vjeç, dhe i tha, jo, tha, më fal, dhe iku, okay? Kur u shkëput nga ky djalosh, foli me disa shoqet e tij të klasës dhe shok të tjerë, që ishin të tjerë këta, dhe u tha, çfarë pe, i than këta, çfarë pe, sepse këta talleshin, bënin gjithmonë shaka. Ai tha, do vdesta, i tha pas disa javësh, i tha ditën e caktuar që pas disa javësh do vdesta në një aksident me motor. Eksaktësisht në atë ditë ndodhi aksidenti. Dikush pretendonte që ishte një ogurzi, pra një njeri që sillte vetëm fatkeqësi. Dhe me kalimin e kohës ai u mbyll në vetvete dhe nuk i tregonte më askujt. Derisa shkoi pastaj bëri për inxhinieri 3 vite dhe pastaj vazhdoi punën si inxhinier. Dhe tani është inxhinier. Mirë po, me kalimin e kohës, kur ai filloi që të bënte inxhinier aty në Pisa, njohu disa njerëz që e kishin kuptuar që ai kishte diçka të veçantë. Dhe njëri nga këta e pyeti, unë tha nuk kam frikë nga vdekja, më thoi tha kur do vdes. Ai i tregoi eksaktësisht se kur ishte data, çfarë do ndodhte, të gjitha me saktësi. Dhe çuditërisht pas 4 viteve ndodhi eksaktësisht si tha ai. Çudia është e kësaj historie që ky zotëria tani, ky që ka dalë, ky Luca Angioli, që tha që nuk kam frikë, tha, që thot që do vdes në vitin 2049, ky thot nuk kam frikë. Por ajo që bën e gjenje, edhe në për TikTokra e ku ta di unë, ajo që thot ky zotëria, ky Luca, thot unë i dhash
pa problem thot ditën me fjalë datëlindjen time, sepse nuk ka gjëja që është më e rëndësishme, që thot dhe ky Luka, ky zotëri, që ky zotëria, ky këtu, ky nga Piza, ky që ka këtë veti, le të themi, të çuditshme, nuk kërkon të bëhet i famshëm, nuk do para përkundrazi, po i ofron para, ai largohet dhe nuk të flet më. Pra nuk e bën për para, nuk e bën për famë, nuk e bën për asgjë dhe tashmë ka me mira, po e përsëris, me mira njerëz edhe të famshëm që kanë shkuar te ky dhe e pyesin. Bile ky tani për mos të patur sepse s'ka kohë, se i të gjithë thonë, o, të takohemi që të më thuash. Dhe tani ka hapur një kanal në TikTok, me sa e kuptova, dhe të gjithë i dërgojnë këto ditëlindjen, që të dinë, sepse janë kurioz, se cili është kurioz. Dhe çuditërisht ai u jep datat atyre që disa atyre që ka seleksionuar, sepse jo të gjithë mund t'u jap informacione. Dhe ky Luka Angjoli, që ju thash, ky zotëria që është rreth 60 vjeç tani, ky që e ka bërë pak publike këtë rastin e këtij zotëris, ky thot që unë kam emailin tim, thot, nëse dëshironi, thot, unë thot, mund ta ndihmoj, sepse po e ndihmon. E përsëris edhe një herë, nuk ka nevojë për para, nuk është punë parash, nuk është punë si t'ja u them unë, fame, absolutisht jo, por ky thot, jam kurioz, thot, të di thot dhe për ndonjë. Pra ky Luka është kurioz që nëse ta kontaktoni, sepse jep edhe numrin e telefonit, jep emailin, të gjitha, nëse thot më kontaktojnë të pak, thot, jam kurioz, thot, nëse do të ndodh ndonjërit përpara meje, ashtu siç u ka ndodhur të tjerëve. Dhe unë doja t'ju pyesja juve, kush prej jush është kurioz të di datën e vdekjes, ditën e vdekjes së tij? Shiko, shumë njerëz ndoshta nuk duan, unë për shembull nuk dua të di fare. Por ka diçka, disa njerëz edhe inkurajohen. Pse inkurajohen? Sepse disa thonë që unë nga momenti që do të di ditën eksakte ose vitin eksakt, do të mund të jap kontributin tim dhe të shtyn e shtyn edhe më shumë për të bërë diçka. Nëse ka një projekt, ta mbyll atë projektin. Nëse ka një pasuri, të ndaj pasurinë fëmijëve, nipërve apo mbesave. Nëse dikush për shembull ka një grua, një të fejuar, apo ku ta di unë, një vëlla, një motër, pra të di se si të sillet. Dhe për dikë është thelbësore që të di, sepse nëse keni vënë re, ne flasim për çdo gjë, por jo për ditën e vdekjes, ose do vdes unë, ose kur mund të vdes unë. Nuk e mendojmë kurrë, sepse njeriu në radhë të parë njerë është entuziast dhe e merr jetën ashtu siç vjen. Por tjetra, ne e neglizhojmë këtë anë, e anashkalojmë. Nuk duam t'ja dim sepse është normal, secili ka frikë sepse thotë do ikim nga ky jetë, pak mos iki tani, apo jo. Por duke ditur, disa i shtyn që të bëjnë disa aksione që nuk mund t'i bënin më përpara. Pra i shtyn që të mbarojnë disa punë, mund të themi, përpara se t'ikin nga kjo jetë. Dhe unë doja t'ju pyesja juve, ju do t'ishit kurioz që të dinit se kur do ikni nga kjo jetë, pra kur është dita dhe data e vdekjes? Normal që kush di italisht mund të t'u shkruaj këtyre, s'ka problem. Në fjalë i gjeni, siç ju thash, Luka Angjoli, i gjeni TikTok, të ka maile, kontakte, ku ta di unë, dhe ose ta takoni për shembull gjetet të Piza ky zotëria, thash është vështirë që ta takoni sepse tani ka me mira kërkesa dhe ai nuk do as para, përkundrazi, mos gaboni që t'jepni para kush është kurioz që nëse e takon, mos gaboni sepse do t'i thot me njerë largojuni që këtu. Nuk ka nevojë për asgjë, nuk ka nevojë për famë, nuk do të shkojnë në televizion, kur thot në televizione, por ka këtë dhunti. Ka këtë dhunti që kur ishte i vogël, ai parashikon vdekjen e një njeriu. Tani ju e besoni? Pres komentet tuaja. Kush është rastisht si gjithmonë, nëse nuk e keni bërë ende, i bëni like faqes dhe të diskutojmë për këto, le të themi, fenomene paranormale të diskutueshme, normal. Kalofshi bukur, edhe një fundjavë të këndshme. Ju përqafoj. Hajde.